të votave. Nuk ka ku shkon ma shumë. Dëgjoj, Jo, ka ku shkon ma shumë. Jo, ka. Po, dëgjoj, në kuptimin me këtë legislaturë, me këtë regulativ ligjore, domethënë që është për zgjedhje, me këtë format të organizimit zgjedhje, është goxha vështirë që të pretendosh që ti marrë 60%. Goxha vështirë është. Prandaj, Kjo është 60% i votës shqiptare, më falë për ndërhyrjen, sepse 100% që është po votës shqiptare, unë po flas me këtë sistemin zgjedhor që e kemi, është problem që në total, do më thonë, se votës shqiptare, po, është padyshim që ne i kemi 60%, po flas në tonësi, sepse ka ti merr 60% të votës shqiptare, kur të përkthehet 51%, do më thonë, ne tash duke po parasysh këtë sistemin zgjedhor çfarë kemi, ne po tentojmë që të gjejmë zgjidhje për të kalu në fazën tjetër, pra që të mos detyrojmë të shkojmë prapë në zgjedhje. Dhe për këtë, ne jemi shumë të sinqert në komunikimet që i kemi bërë me subjektet tjera politike. Subjektet politike, domethënë sidomos PD-k-n dhe LDK-n. Dhe në një farë forme u kemi ofru mundësin në kuptimin që të gjejnë ata një apo dy figura konsensuale për cilat kishim diskutu edhe ishim marrë vesh. Ata e në deklaru qysh me kohë, nuk kanë vot për kandidatura të lëvizjes vetëvendosje. Për garantorët me librez partije? Jo, në përgjithësi, kanë thënë që nuk kemi vot për kandidaturat e lëvizjes vetëvendosje. Për propozimet e lëvizjes vetëvendosje? Po. Okej. Mirë po, kanë dështu në ofrimin e zgjidhjes, pra emra për cilët ata do të ishin gatshëm që të votonin. Ata nuk kanë ofru asnjëherë, asnjë emër, përveç që kanë konsumuar këtë afatin kohor që të mos krijohet përshtypja që ata po donë të qojnë venin zgjedhje, asnjë propozim, zero propozime. Ju keni bërë 2 propozime, në fakt. Po kemi dhënë 2... Dikush nga familja e Jashari, Zandin Hoti, i cili është antar i subjektit tuaj politik, është deputet. Po, por ne kemi menduar që do të ishte me që ata nuk po propozojnë asnjë emër. Ne kemi qenë detyruar në një farë forme të ofrojmë alternativa, për shkak se lirisht edhe ju, edhe qytetarët do të na thonin pse nuk po propozoni pra ju. Ata nuk po propozojnë, pse s'po propozoni ju. Madje ka pas në kalumen edhe deklarime zyrtare të oponentëve politik që zoti Konjumca do të ishte i pranuar shumë atëherë kemi bën gabim që si kemi dhënë votat për mandatar dytë kur ishte, për zotin Konjumca. Dhe ne kemi qenë goxha shumë bindun që zoti Konjumca mbas edhe mund t'i ketë votat, me që ata nuk po propozojnë emra të tjerë. Dhe kemi qenë në çdo moment të gatshëm për kompromise, që të mos propozojmë na zotin Konjumca, po ta kem një emër të përbashkët edhe të opozitës, se që vije kryesisht propozimin nga opozita për shkak se ata po deklarojnë që nuk kemi vota për propozimet që vinë nga lëvizja vetëvendosje. Ne sinqerisht nuk di çka mund të bëjmë më shumë. Çka mund të bëjmë më shumë? Të përcaktoni parimet ose kriteret? Parimet i kemi diskutuar. Dgjoj, në të gjitha takimet, parimet janë diskutuar, stërdiskutuar. Kanë thënë kandidati të jetë pa librez partije. Kanë thënë kandidati duhet të jetë konsensual. Ne kemi qenë të interesuar pikërisht për këto propozime. Dhe kur u kemi thënë, hajde ju lutem, propozoni dikën.